Në një nga momentet më të komentuara në shtëpinë e Big Brother Albania, një bisedë mes Rogerit dhe Selinit ngjalli debat të madh si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj. Pyetja direkte e Rogerit, me sa veta ke bërë seks, u konsiderua nga shumë shikues si tepër personale dhe provokuese, sidomos duke pasur parasysh faktin që çdo bisedë transmetohet dhe komentohet publikisht. Ky moment solli në vëmendje një çështje të rëndësishme, kufit mes kuriozitetit, strategjisë së lojës dhe respektit për privatësinë personale. Reality show shpesh nxisin debate të forta dhe pyetje provokuese për të krijuar tension, dramë dhe përmbajtje që tërheq audiencën. Megjithatë, kur diskutimi prek jetën intime të një personi, situata bëhet më delikate. Në shoqërinë shqiptare, temat që lidhen me jetën seksuale vazhdojnë të jenë tabu për shumë njerëz. Një pyetje e tillë e bërë në një ambient të transmetuar 24/7 mund të vendos personin në pozitë të vështirë, duke e ekspozuar ndaj paragjykimeve dhe komenteve të ashpra në rrjetet sociale. Për këtë arsye, reagimet e publikut ishin të ndëra, disa e panë si lojë dhe guxim, të tjerë si mungesë respekti. Nga ana tjetër, formati i Big Brother shpesh i shtyn banorët të dalin nga zona e tyre dhe rehatisë. Pyetjet personale mund të përdoren si strategji për të testuar karakterin e tjetrit, për ta vënë në siklet ose për të nxjerrë reagime emocionale që ndikojnë në dinamitën e grupit. Në këtë kontekst, veprimi i Rogerit mund të shihet si pjesë e lojës, por kjo nuk e përjashton debatin mbi etikën. Selini në atë moment u përball me një zgjedhje, të përgjigjej hapur, ta shmangte pyetjen apo të vendoste kufi. Çdo reagim në një situatë të tillë flet shumë për personalitetin dhe mënyrën se si një banor menaxhon presionin publik. Në fund, ky episod tregon se reality show nuk janë vetëm argëtim, ato janë edhe pasqyrë e normave shoqërore, mentalitetit dhe mënyrës si trajtohen temat intime në publik. Pavarësisht debatit, një gjë mbetet e qartë: respekti për privatësinë dhe dinjitetin personal duhet të jetë gjithmonë prioritet, edhe në një lojë ku gjithçka duket se lejohet. Nëse dëshiron, mund ta kthej këtë në një analizë edhe më të thelluar mbi ndikimin e reality show-ve në kulturën shqiptare.